Puna profesionale e redaksisë e emisionit Betimi për drejtësi nuk kaloi as gjatë vitit 2025 pa u shpërblyer. Në fushën e ekonomisë, gazetarja Alberta Hashani është shpërblyer me çmimin e parë për raportimin më të mirë në ekonomi për vitin 2025. Hulumtimi i zhvilluar në fushën e prokurimit publik tregonte se si ndërmarrja publike për pastrim në Prizren, ekoregjioni, dyshohet i ketë përshtatur specifikat për blerjen e 5 kamionëve dhe një autofshese në vlerë prej afër 400.000 euro. Bazuar në këtë hulumtim, Prokuroria Themelore në Prizren kishte filluar hetimet e më pas për shkak të kompetencës lëndore. Rasti po trajtohet nga Prokuroria Speciale në drejtim të 2 veprave penale, mashtrim me prokurim publik dhe keqpërdërim të detyrës zyrtare. Hulumtimi ka treguar se si kompania fituese e tenderit kishte fituar 21% të buxhetit për furnizime, apo 1.2 milion euro. Kishte qenë kompania e vetme aplikuese në tender. Po ashtu, ndërmarrja përkundër se kishte bërë kërkesë urgjente për blerjen e tyre. Betimi për drejtësi përmes faturave të naftës dhe dokumenteve për deponimin e mbeturinave, kishte argumentuar se pajisjet ishin përdorur minimalisht brenda një viti, kësaj duke zënë në pikpyetje nevojën urgjente për blerjen e tyre. Çmimet për hulumtime të gazetarëve të BPD-s nuk u ndalën vetëm tek temat e raportimit për ekonomi. Albiona Hoxhaj, autore e 2 hulumtimeve, të cilat trajtonin një fenomen të rrezikshëm të fëmijëve dhe adoleshentëve, është shpërblyer me çmimin vjetor për mbrojtjen e fëmijëve nga Koalicioni i OJQ-ve për mbrojtjen e fëmijëve. Përmes hulumtimeve, adoleshentë të armatosur shfaqen pa frikë online, të transmetuar më 10 maj 2025 dhe storit e krimit të transmetuar më 28 qershor 2025. U trajtua një fenomen i rrezikshëm që po zhvillohet në heshtje në gjithë Kosovën. Krijimi i grupeve shared stories në Snapchat nga fëmijët dhe adoleshentët, ku publikohen rregullisht armë zjarri, thika, narkotik dhe glorifikohet dhuna. Në 2 hulumtimet e betimit për drejtësi, janë identifikuar qindra grupe në gjithë Kosovën, secili me rreth 500 anëtar, kryesisht nxënës të shkollave fillore dhe të mesme. Në këto grupe, që thuaj që janë krijuar për të ndarë përditshmërinë e tyre, në fakt, fëmijët shfaqeshin me armë të nxehta të llojeve të ndryshme, lëndë narkotike e promovojnë rrajet mes tyre. Veç kësaj, tregohej edhe lehtësia e fëmijëve për të pasur qasje në armë, madje edhe blerjen e tyre. Hulumtimi zbuloi se ky aktivitet po zhvillohej jashtë kontrollit të prindërve, shkollave dhe institucioneve të sigurisë dhe drejtësisë, duke rritur potencialin për akte reale dhune. Nga intervista me krimet kibernetike të policisë së Kosovës, prokurorin, prindër, drejtorët e shkollave, doli në pas se nuk kanë qenë të njoftuar më parë për këto grupe të organizuara. Ndërsa, psikolog dhe sociolog kishin shpjeguar se nga vjen fenomeni i ekspozimit të dhunës dhe si duhet të trajtohet. Ndikimi i 2 hulumtimeve ishte i menjëhershëm, fillimisht nga identifikimi i grupeve në rajonin e Mitrovicës, deri te identifikimi i grupeve në gjithë Kosovën dhe mbyllja e grupeve të cilat janë përmendur në hulumtim.